4 skandalet që tronditën Bashkimin Evropian. Ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian dhe rektori aktual e Kolegjit të Europës, Federica Mogherini, zyrtari më i lartë i Komisionit Stefano Sanino dhe një zyrtar tjetër i lartë i Kolegjit të Europës u liruan të mërkurën në mëngjes. Të tre u arrestuan të martën si pjesë e një hetimi nga zyra e Prokurorit Publik Evropian pas dyshimeve të forta për mashtrim në periudhën 2021-2022 në lidhje me një vendim të Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm për t'i dhënë kolegjit një program të Akademisë Diplomatike të BE-s. Të arrestuarit akuzojnë ndër të tjera për korrupsion dhe mashtrim. Ky është skandali më i fundit që ka tronditur Bashkimin Evropian. Dorëheqja e Komisionit në vitin 1999. BE-ja mbeti pa kryetar në 16 mars 1999 pasi gjithë komisioni dha dorëheqjen pas një raporti të komisionit pavarur që gjeti një humbje kontrolli nga ana e leadershipit. Presidenti i komisionit dhe ish kryeministri i Luksemburgut, Jacques Santer, ju nështrua presionit pasi u zbuluan skandalet e keq menaxhimit të fondeve të nepotizmit me komisioneren Edith Cresson, që i ofroi fonde europiane mikeshës së saj. 2011. Para për ndikim. Në vitin 2011, Zyra Europiane kundër korrupsionit hapi një hetim ndaj 4 anëtarëve të Parlamentit Evropian nga Rumania, Austria, Spanja dhe Slovenia pasi ata kontaktuan gazetarë që paraqiteshin si lobist dhe premtuan para për të promovuar projekt ligje. Eurodeputeti austriak Ernest Strasser dhe kolegu i tij sloven, Zoran Thaler, u dënuan me 4 vjet burg. Pfizer-gate 2021. Pfizer dyshohet se u favorizua nga presidenti i Komisionit për blerjen e vaksinave kundër COVID-19 në 2021 në prill. Ursula von der Leyen shkëmbeu mesazhe me presidentin e kompanisë farmaceutike Albert Bourla duke negociuar një marrëveshje prej 35 miliard eurosh për 900 milion doza vaksinash. Gjykata e lartë e BE-s vendosi që von der Leyen shkeli rregullat e transparencës pasi mesazhet u zhdukën. Megjithatë, presidentja e komisionit i mbijetoi mocionit të mosbesimit kundër saj. 2022 Qatargate. Në dhjetor 2022 policia belge arrestoi nënkryetaren greke të Parlamentit Evropian Eva Kaili dhe eurodeputetin Antonio Panzeri. 1.5 milion euro u sekuestrua në rezidencën e Kailit dhe në vende të tjera, para që vinin nga tarifa të paligjshme për promovimin e interesave të Katarit dhe Marokut në Parlamentin Evropian. Kaili dhe bashkëshorti i saj, Francesco Giorgi, këmbgulin në pafajësinë e tyre.